Në funksion të përmirësimit të masave për sezonin veror, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me sipërmarrësit e ri në Sarandë. Ai njoftoi se qeveria po shqyrton mundësinë për të bashkëpunuar me strukturat hoteliere, duke ofruar atyre marrëveshje para deklarimi me vlerë 65% nëse nuk duan të kenë kontrolle gjatë pikut të sezonit. Por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit, që bën një lloj balance për të krijuar edhe mundësinë që të vazhdojnë të mbahen ato minimumet e stafeve e tjera. Kështu që të gjithë ata që do ta pranojnë këtë marrëveshje nuk do kenë asnjë kontroll nga ana etative. Dhe paguajnë 65 dhe 30. Është bërë konsultim me operator. Por kreun e qeverisë Saranda ka ende potencial të pashfrytzuar, sidomos në hapësirën urbane. Hapësira urbane në Sarandë është ngushtuar shumë në të shkurtën, por koha na ka treguar që nuk është domosdoshmërisht diçka e pashpresë, përkundrazi. Dhe fakti që pavarësisht densitetit madh që ka Saranda, vazhdon të jetë një pikë referimi, vazhdon të jetë trend për të huajt, është shumë domethënës. Që rrugën 6 do ta fillojmë menjëherë mbas zgjedhjeve. Rama është i bindur se me hyrjen në BE, vlera e pronave do të rritet 2 fish. Kështu që çdo investimi që bëni sot është një investim që jo mbas 50 vjetësh, por mbas 5 vjetësh, mbas 7 vjetësh, mbas 10 vjetësh, dhe ju jeni të gjithë 30 vjeç, 25, 35 këtu, do t'ju kthehet në një mirësi shumë të madhe. Shefi i qeverisë u ndal edhe tek Samili si destinacion më i njohur dhe i preferuar i turistëve, ku përjashtoi mundësinë që pronarët e restoranteve të administrojnë shezlongje. Rama paralajmëroi kontrolle periodike falë inteligjencës artificiale, ku do të monitorohen bizneset nga inspektori virtual për korrektësinë e faturave.